Për situatën pas zgjedhjeve të 11 maj, do flasim tani me politologun Ermal Hasimja. Përshëndetje, Ermal. Berisha kërkoi sot një qeveri teknike dhe zgjedhjet parakohshme duke pretenduar se zgjedhjet janë vjedhur nga Rama. Juve si e shikoni strategjinë që po ndjek Berisha dhe PD-ja pas humbjes? Po kërkon të bëjë dy gjëra me sa duket, një të vendosi një lloj fature përgjegjësie ose faj mbi shumicën e qeverisëse për zgjedhjet, për mënyrën se si funksionuan zgjedhjet me gjithë problemet e veta. Dhe dy, pastaj besoj që nga ana tjetër synon edhe që të shmang mbajtjen e përgjegjësisë vet personalisht për rezultatin e zgjedhjeve. Këto janë dy elementet që besoj që kërkurse. Për sa i përket asaj çfarë kërkon, pastaj qeveri teknike për përsëritje zgjedhjesh, kjo të paktën në këtë moment duket komplet e parealizueshme, sepse sot përveç rrethej Partisë Demokratike, vështirë se dikush tjetër ta pranonte idenë që zgjedhjet u manipuluan ose u prekën deri në atë farë pike sa të ndryshonin thelbësisht rezultatin. Patjetër që shumë elemente kanë ndihmuar shumicën socialiste që të fitoj ato mandate që ka fituar, por vështirë sot që edhe opinioni publik në fakt ta besoj idenë që opozita, le të themi Partia Demokratike do t'i kishte fituar këto zgjedhje. Dhe nëse jemi tek kjo pikë, të gjithë pranojnë se PD-ja duhet të bëjë një analizë për rezultatin, por shumë ndërkohë kërkojnë që kjo të bëhet më vonë. Sipas jush, kur duhet ndodhë ky proces, tani apo më vonë? Zërat që kërkojnë analizë, në fakt kërkojnë vetëm një gjë, është një eufemizëm për thënë dorëheqje e Berishës edhe pastaj ndryshimi i leadershipit të Partisë Demokratike, sepse mjafton vetëm kjo e para. Kështu që si thosh, kjo kërkohet realisht, sepse analizë ka ndonjë analizë të madhe për të bërë. Partia Demokratike ka humbur zgjedhjet, nuk është hera e parë, vjen pas disa disfatash. Gjithmonë pretendohet e njëjta gjë, që zgjedhjet janë vjedhur, manipuluar e tjerë, po ndoshta edhe për mos mbrojtjen e votës edhe për këtë duhet mbajë përgjegjësi dikush. Megjithatë kjo është çështje e demokratëve në vetvete. Çfarë do të ndodhi tani më tutje, me shumë gjasa është asgjë. Do të ndodhi ajo që ka ndodhur edhe herët e tjera. Berisha e ka pushtetin të konsoliduar brenda Partisë Demokratike. Edhe në qoftë se eventualisht mund të ketë lëvizje nga brenda partisë, lëvizje kontestuese për pushtetin e tij, me shumë gjasa do të përfundojë në fraksionizimin e partisë, por bloku qendror i Partisë Demokratike do të qëndrojë aty me Berishën. Me Berishën në krye, thoni ju. Pra Berisha ndërkohë e ka bërë qartë, tham, nuk do ta zbatojë Nenin Basha për largimin pas humbjes. Çfarë pasojësh të tjera mund sjell kjo për të ardhmen e PD-s përveç fragmentarizimit? Po besoj që nga pikpamja e legitimitetit opozitar, Partia Demokratike është më pak e besueshme se më përpara. Besoj që edhe një pjesë e vetë demokratëve, një pjesë e konsiderueshme e tyre janë të zgënjur, janë gjithashtu edhe të kundër vazhdimit të qëndrimit Berishës në krye të PD-s, por jo vetëm kaq. Edhe për ndryshimin e stilit, imazhit të partisë, edhe mënyrës filozofisë së partisë. Dalja e partive të reja, sidomos besoj Partisë Mundësia me shumë gjasa do të ushtrojë një lloj gravitacioni mbi radhët e Partisë Demokratike, meqense nga ana tjetër ky gravitacion është pak më i përmbajtur, meqense shumica socialiste ja del ti mbajë ose ti menaxhojë të vetët përmes përfitimeve të pushtetit. Kështu që ka disa lëvizje, vetë lëvizje, le themi, me prirje thërmuese, shkërmoqëse, dobësuese brenda ose demoralizuese brenda Partisë Demokratike, po edhe pjesë forcash gravitacionale pastaj që mund vinë nga partitë e reja. Kështu që nëse nuk ndodh një ndryshim i madh, është vështirë që ta mendosh që PD-ja do të forcohet në muajt edhe në vitet në vijim. Me shumë gjasa mund të dobësohet edhe më tepër. Faleminderit Ermal për këto komente që bët drejt për së drejti. Ecëm më tej.